Pas negociatave disa muajshe, Radio Televizioni 21 arriti të nënshkruaj kontrata për 2 serialet më të përfolura dhe më të shikuara në Turqi e në shumë vende të botës. Kontratat u nënshkruan me të drejta për Radio Televizioni 21 dhe Televizioni 21 në Maqedoni. Bëhet fjalë për serialin Sultani i Madhërisëm, Kosem, i cili për shkak të skenografisë dhe të kostumeve është një ndër serialet me kosto më të shtrenjtë të prodhimit. Pas suksesit të madh të Sultanit të Madhërisëm, Kosem është vazhdimësi e historisë së trashëgimtarëve të Sultan Sulejmanit. Pas hyremës, Kosem shënohet në histori si një grua që ngriti në këmbë një perandori me mirësi. Në serialin Kosem vijnë aktorët më të shquar turq, të cilët do t'i gozhdojnë shikuesit përpara ekraneve televizive. Oğullar! Durun, beni dinleyin! Ey bizim kösemimiz, yol gösterenimiz. Sen çok yaşa. Seriali tjetër i cili po lën namin ndër shikues është seriali Kara Sevda. Kjo është një histori moderne dashurie me intriga që sfidojnë krye personazhet. Ky serial ka bërë për vete të gjithë Turqinë dhe më gjerë, nga se përveç skenarit dhe lojës së mrekullueshme të aktorëve, ai që më shumë t'i tërheq është aktori më i kërkuar, jo vetëm në Turqi, Burak Özçivit, i njohur nga seriali Sultani i Madhërisëm në rolin e Balibeut. Ai në rolin e Kemalit lë shikuesit pa fjalë duke krijuar një personazh të ndershëm, por edhe luftarak, që mban gjallë shpresën për dashurinë e përvetësuar nga intriga. Gitmezse ne yapacaksın? Kendi canını, kendi kanını, kendi ellerinle adalete teslim edebilecek misin? Këto të 2 seriale, pra Kosem dhe Kara Sevda, planifikohet që të fillojnë së transmetuari së shpejti në Radio Televizionin 21 në Kosovë dhe në Televizionin 21 në Maqedoni. Presidentja Media 21, Afërdita Saraqini Kelmendi, nënshkroi edhe një kontratë me International Broadcasting Bureau dhe me Inverlay, e para për program aktual dhe dokumentar, ndërsa tjetra për një seri programësh sporti në vigjile të Olimpiadës në Rio. Ky programacion do t'sjellë të gjitha informacionet për përgatitjet për Olimpiadën, por edhe njohurit për të gjitha kategoritë e sporteve pjesëmarrëse. The premium weekly lead-up series to Rio 2016. Dhe jo vetëm kaq, janë kontraktuar edhe programe të tjera për të cilat shikuesit do të njoftohen me kohë. Pra, ky sezon do të shquhet me programe ekskluzive që vijnë në Radio Televizionin 21 dhe në Televizionin 21 në Maqedoni.